Arsyet janë të qarta dhe tashme të njohura për opinionin publik. Padrejtësia që po ushtrohet në gjykatën speciale kundër ish-krerëve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Ne, bashkëqytetarët dhe përfaqësuesit e kategorive të dalura nga lufta, shprehemi njëje të përhershme për qeverinë e shtetit shqiptar për kujdesin dhe për krajen e vazhdueshme të kësaj çështje madhore kombëtare. Mesazhi ynë është i thjeshtë dhe i qartë. Drejtësi për qëllimtarët kundër padrejtësisë që po bëhet atyre. Prandaj sot, nga kjo tërheqje, ju drejtohemi të gjithë shqiptarëve, kudo që jetojnë, veprojnë, parti politike shqiptare, sidomos Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, bashkohuni me ne në këtë protestë paqësore në Tiranë. Kjo nuk është vetëm çështje e disa individëve, por është çështje e të gjithë neve, është çështje e dinjitetit, sakrificës dhe e vërtetës sonë historike. Një të ngrihemi të gjithë si një zë i vetëm për të kërkuar drejtësi për qëllimtarët tanë dhe për të kundërvijë padrejtësisë. Irana është duke bërë shumë për pjesëtarët e ushtrisë së Kosovës, sidomos kryeministri Edi Rama. Ne jemi dëshmitarë se unë kam qenë vetëm burg atje në Hag dhe e di punën dhe aktivitetin e Tiranës që është duke bërë për pjesëtarët e ushtrisë së Kosovës. Mirë është punuar, ende më shumë po është të punu. Qeveria shqiptare është të punu shumë, këtë drejtim është të na ndihmuar shumë. Ne e dimë se qeveria e Shqipërisë ka kërkuar një rezolut për bashkë Kosovë, Shqipëri që ta kemi një rezolut që ta dërgojmë në Këshillin e Evropës, se ka të vetëm Shqipëria ta dërgon, ne s'kem drejt si shteti i Kosovës, se nuk kemi ta ndarësuar. Po unë shpresoj dhe besoj se qeveria shqiptare nuk do të mungon fare në këtë drejtim, po të jap kontributin e vet as sa mundet dhe sa ka kapacitet. Ne në vazhdim e protestave për të kundërshtuar padrejtësinë, jo vetëm se krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës mbahen padrejtësisht atje, por nga kjo gjykatë është duke u sulmuar dhe duke bërë përpjekje për të njëllosur dhe të barazuar luftën tonë drejt dhe të pastër të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe mendoj që populli dhe kombi shqiptar, kudo që janë, duhet të reagojnë, sepse lufta e lavdishme e ushtrisë shqiptare të Kosovës ka për mos kombëtare. Dhe jo vetëm kjo luftë, po çdo herë gjatë gjithë historisë shqiptarët kur dohet që janë organizuar për të mbrojtur, për të luftuar, për të bërë përpjekjet, nuk i kanë bërë vetëm për liri dhe qërim, por edhe për bashkim. Këtu obligohen edhe institucionet, kudo që janë Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, që të reagojnë dhe të kërkojnë jo të përzihen në punë të drejtësisë, por kur kihet parasysh se si është kriju kjo gjykatë, pra nga një rezolut e Këshillit të Evropës, dhe duke i dhënë mundësi një raport të shpifur dikmartit gjaja se ushtria shqiptare e Kosovës ka bërë trafikim të organesh, mendoj se në radhë të parë institucionet kudo që janë duhet të kërkojnë dhe është dashur të kërkojnë, sepse nuk është argumentu dhe nuk është faktu asgjë mbi këtë shpifje, mbi edhe të cilën është kriju këtë gjykatë. Dhe në momentin që nuk është vërtetu, nuk është faktu, argumentu asgjë në këtë drejtim, kjo gjykatë është dashur të jetë inekzistente. Sot është një moment historik, çlirimtarët ndodhen në Hag përballë disa akuzave të fabrikuara, ndërkohë Radojçi me shok është i lirë. Ndaj sot është mision shumë i rëndësishëm i shqiptarëve dhe ju drejtohem me një thirrje tepër vllazërisht e shumë shqiptarisht. Të gjithë sot jemi UÇK. Motoja jonë është edhe unë jam UÇK, drejtësi dhe liri për çlirimtarët. Besoj që me datën 17 tetor, këtu në sheshin Skënderbej, që mban emrin e simbolit shtetëror dhe kombëtar të shqiptarëve, që është kastriot e Skënderbeut, të gjithë shqiptarët do të vinë e do të japin një mbështetje të fuqishme ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe drejtuesve të saj që ndodhen në akuza të fabrikuara me dëshmitar të rrëm në Hag.